Në fillim, me qenë korrekt, s'pakute une, dhe më thënë, ishte shqetësusu, të është sikur mësumë. Po frikohem se mos po bëhet, dhe më thënë, qeveria, mos po bëhet edhe po ndihemi edhe ma mirë. Keq është në përgjithësi, pak me humor, po keq është. Nuk e di, dhe më thënë, sepse une nuk mirem ato me qenë korrekt, nuk e di, apo rritën ajo, po mos konstituimi i kuvendit e i qeverisë nuk është gjë e mirë, dhe më thënë. Po shihen, dhe më thënë, tendencat, sepse nuk jenë të interesuar, dhe më thënë, sipas meje, dhe më thënë, partitë opozitare me e bëjë qeverinë, sepse po të dojshin punë e madhe, a kanë ngullë kom për Albulën e Haxhiun, po, pa të lësho pe ti, të zomë, qoftë veç për adonit të mirën vendit, po jo, nuk jenë të interesuara. Po, qëre, jo vetëm të të qytetarë, po edhe ndaj shtetit, kjo mungon shumë keq. Opozita nuk është në takot me dhe qeverisë. Aja po ko qep me marë pej popullit edhe pej kushtit me vendos vetë, me formua qeverinë krejt vetë. Aja nuk është mirë, aja është kundra popullatës dhe kundra shtetit. Në populatë mungon më shumë, se a pesheta se edhe rryma, edhe disa zona tjera, për shembull, po ndikojnë kur s'ka qeveri. Mirë nuk është kjo punë se do atë, veç popullata veç është të prit, deri se a performojnë se është zotin opozita, po lipin stuk me hinë kumë venë më duqe buë. Se nuk është, realitet nuk është. Të hape përdorim politikën e dërzimit e pritjes apo kundërshtimit të aksionit e cila kur son fitore. Nuk është realitet kjo. Nuk është ndaj popullit, anti-amerikan, krejt të opozita janë krejt kundra shtetit dhe kundra atyre bashkë me fuqinë. Me diramën kuptohet, me diramën, e këta kanë shpërthallu Kosovën e kanë bo qëtë mënyrë. Une kom kaluar shumë qeveria. Asë të një s'ka qenë nivel që shdohet. Si me qeveri, si pa qeveri, është njësaj. Do thot, kur gjonë nuk... Me gjithë se qeveria është të punuar. Ose nga ka vështërsu heq, korrupcioni, do probleme tjera, do dëllovere tjera, jo kanë vështërsu jetën njerëzve. Se jo formimi ose mos formimi qeverisë. Rritjet e çmimeve, ato edhe së mbarën për qeverije. Ato janë shumë nalta, pa kontrol, rriten. Duhet me pas kontrol që mos me guxuar. Një ditën e diçka me shit 1 euro, nesër 2 euro, prap 1 euro. Ato janë shumë gjëna të vështira.